Do them dy fjalë në fund të kësaj ndërhyrje time dhe për një krahin që më rrin fort në zemër. Është vendi për Karshi Ilirida. Krahinë e moçme shqiptare, që edhe emrin sot ja kemi harruar, dhe dikush i thot Maqedoni, dikush i thot Fyrom, ne e ripërsërisim Ilirida. Po ja u them këtu nga krahu shqiptar i kufirit, por mos dyshoni që do i them shumë shpejt dhe nga i krahu tjetër i kufirit, nga krahu përballë. Nuk do të ketë Ivanov, Gruevsk apo ndonjë anti-shqiptar tjetër që ta ndrujnë jetën e shqiptarëve tanë në ato treva dhe ta kthejnë në Palestinën e Europës. Shqiptarët e Iliridës duhet kërkojnë të drejtat plota. Nëse Zaev tërhiqet dhe nëse presidenti që firmosi fundin e shtetit të vet nuk jep dorëheqjen, duhet të mblidhet urgjentisht tryeza e forcave politike mbar shqiptare dhe të ndihmojnë që Ilirida të mbajë referendumin për mëdhetësinë. Ky shtet, pa asnjë kuptim, nuk e gjen dot arsyen e vet të ekzistencës në dhunimin dhe mos respektimin e shqiptarëve të Tetovës, të Shkupit, të Gosivarit, Tetovës, të Orit dhe Strugës. Presidenti i mbaruar i Maqedonësve kërcënoi shqiptarët me ushtrinë e këtij shteti fantazëm. Ai din që kjo ushtri ka më shumë bi nëna shqiptar që nuk e hedhi një pushk kundër vllaut vet shqiptar. Shqiptarët e UÇK-s në Sharr dje deklaruan se do e mbrojmë me çdo kusht Iliridës. Ne sot i themi, nuk jeni vetëm, Shqipëria është me ju. Shteti am do ju përkrah pa asnjë dyshim. Unë jam përfaqësuesja e asaj politike që nuk kërkon shkatrim, nuk kërkon dhunë, por kërkon krenari, mirëqenie dhe bashkim. Ne bashk mund t'ja dalim, ne bashk mund ta mbrojmë tokën e shenjtë të Iliridës. Ajo është shqiptare dhe ne bashk jemi një komp, kemi një qëndrim dhe kemi vetëm një atë. Shqipërinë nga Preveza në Mollë të Kuqe, Shqipërinë e 4 vilajeteve, Shqipërinë e 8 milion shqiptarëve.